Si të shtojmë një përdorues në programin Restobar? Në fillim logohemi në posadmin. Vendosim kodin e përdoruesit admin, fjalkalimin e tij dhe më pas butonin hyrje. Në menu zgjedhim përdoruesit, lista e përdoruesve, më pas zgjedhim butonin shto, vendosim kodin e përdoruesit, emër mbi emër të përdoruesit, fjalkalimin me të cilën do të logohet ky përdorues, rolin e përdoruesit që do të shtojmë, një numër kontakti, printerin në të cilën ky përdorues do të printojë, mund të vendosim datën e fillimit të punës, nëse është aktiv ose jo ky përdorues, dhe më pas japim ruaj.